Ajo që nisi si takim informal mes disa prej figurave të Partisë Demokratike mund të kthehet në një furtunë politike në Selim Blu. Ilir Ali Mehmeti, një prej përfaqësuesve të zërave ndryshe brenda demokratëve, zbuloi për Ora News se diskutimet dhe qëndrimet e tyre do t'i dorëzojnë në kryesi, aty ku asnjë prej tyre nuk bën pjesë. Do i çojmë kryesi përmes një antarit kryesisë. Propozimet janë dy saj. Për shembull, Komisionin për Reformën Zgjedhore, ka një komision parlamentar, po diskuton reformën zgjedhore, apo jo. Dikur, ato mund të kenë nevojë edhe për një feedback nga ana jonë. Gjithashtu kërkuam mbledhje e Këshillit Kombëtar, pra ti kërkohet kryesisë, thirrja e mbledhjes së Këshillit Kombëtar. E më pas, patjetër, dëgjesa krijimi një mundësie për t'u dëgjuar. Pyetjes se si nisën këto diskutime, Ali Mehmeti i përgjigjet si mjek. Pra shumë vetë janë taftë që të vendosin diagnoza, pak vetë janë taftë në vendosin trajtime. Bashk thot se i mblodhi në takim zbatimi siç i quan i pjesëshëm i parimeve që dikur i bëri t'i bashkohen kësaj force politike. Partia Demokratike duhet marrë në dorë zgjidhjen. Duhet marrë gjithë kampin opozitar, ta bëj bashk, jo vetëm brenda gardit vet, po dhe jashtë gardit vet. Të shkoj aty për të bërë zgjidhja e gjithë këtyre problemeve. E kjo nuk bëhet dot nëse neve nuk kemi një riorganizim të mirëfillt, me zemër të hapur, bazuar mbi ato parimet për cilët neve jemi bashku në rithemelimi, që ka qenë hapja, meritokracia dhe rithemelimi, cilat themi drejtën janë zbatuar vetëm pjesërisht. Qëllimi ndër të tjera thot se është mbyllet hendeku që është krijuar mes bazës dhe kupolës drejtuese në parti. Pas 11 majit ka pas një shkëputje goxha të gjatë. Kjo e fundit pritet të shkojë në zgjedhje në pranverën e vitit të ardhshëm, pasi organeve drejtuese ju përfundon mandati.